për zgjidhjen e çështjes së pronave. Një prej kritikave është që e keni trajtuar në nivel kombëtar, keni arritur një normë 60% suksesi në nivel kombëtar, por kur bëhet fjalë për zonat lokale ku grekët kanë rënë dhe jetojnë aty, këto norma janë shumë të ulta. Si e shpjegoni këtë? Dëgjoni. Është një temë shumë e thjeshtë, por edhe e ndërlikuar. Duhet të kuptoni, apo më mirë të kujtoni, se ne kemi qenë një vend i cili u privua tërësisht nga prona private. Për gjysmë shekulli nuk patëm pronë private, nuk lejoheshim të kishim as 1 metër katror tokë në pronësinë tonë, e madje as një automjet privat. Pas 50 vitesh, më së fundi e ndryshuam atë regjim të tmerrshëm dhe sigurisht prona ishte çështja kryesore. Aso kohë u miratua një ligj me konsensus si të opozitës, ashtu edhe të partisë që vinte nga e shkuara, për të dhënë letër përdorimi, pra titull përdorimi, jo titull pronësie, të gjithëve atyre që punonin tokën dhe ndërkohë të shihej dhe të trajtoheshin ish pronarët. Në atë moment u krijua menjëherë një mbivendosje dhe përgjatë viteve njerëzit që kishin titull përdorimi të tokës u bën pronar, pronarët u bën ish pronar dhe u vendos një shtresë e tretë që ishte shumë njerëz që vinin nga zonat rurale dhe në vakum ndërtuan në mënyrë palishme kudo që mundën në tokë bujqësore. Dhe patjetër që s'kishte tjetër rrugë përveç se ti legalizonin, pra ishte një shtresë e tretë. Ne kemi 10 vjet që po merremi me këtë, duke pastruar sa më shumë të mundemi, duke digitalizuar e kështu me radhë. Por për t'i rënë shkurt, askush nuk mund të provojë të kundërtën e asaj që po ju them, që problemi me pronën edhe në zonat ku ka qytetar etnik grek nuk është as pak ndryshe nga problemet që kanë qytetarët etnik shqiptar në të njëjtën zonë apo kudo tjetër. Është thjesht një problem shqiptar për shqiptarët dhe për qytetarët etnik grek, të cilin po e trajtojmë. Dhe për shkak se kemi një nivel mjaft të rëndësishëm të kuptuari e respekti për pakicën greke, dhe kur flas për të kuptuarit që është një testar kulturor dhe në respektin sepse janë qytetarët vendit tonë, ne ju kemi kushtuar vëmendje të posaçme atyre. Dhe këtu dua edhe të përgëzoj zotin Mitsotakis, i cili ka qenë vërtet këmbgulës për këtë, dhe unë kam konsideruar këtë një gjë të mirë. Respekte për të, sepse ai lufton për qytetarët e tij, por në të njëjtën kohë ju kam thënë njerëzve tanë që duhet ta respektojmë këtë gjë dhe duhet bëjmë më shumë sepse është e ndjeshme dhe duhet t'u tregojmë e t'u dëshmojmë fëmijëve tanë se sa shumë e vlerësojmë këtë marrëdhënie.